Dhe që jemi gati. Atër, falenderit edhe sot që jeni këtu prezent, pra për të përcjellur punimet e vazhdimit seancës konstituive, siç edhe e pat, pra tashmë është e qartë se kush po bllokon. Pra kemi PDK-n, LDK-n, Listën Serbe dhe AK-n, të cilët pra u deklaruan që janë kundër vazhdimit, kundër zhbllokimit të procesit për konstituimin e kuvendit. Në pajtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, konkretisht paragrafin 124, ku kërkohet apo propozohet dhe mundsohet që votimi të jetë i hapur, i fshehtë apo çfarëdo forme tjetër, në mënyrë që të konstituohet kuvendi, pra synimi është konstituimi i kuvendit e jo bllokimi, gjykata kushtetuese ka paraqit cila do prej këtyre formave të votimit mund të përdoret. Gjithashtu në pajtim edhe me Këshillën e Presidentes, sepse siç e dini në fillim, kur ka filluar kjo seancë konstituive me datën 15 prill, kishim një pengesë tek votimi i raportit për verifikimin e mandateve, përgjigjja e Presidentes në kërkesën e kryesuesit të kuvendit, pra se si të procedohet tutje, ka qenë që si deputet, si kuvend, është në përgjegjësinë e deputetëve që gjejnë rrugë përpara për zhbllokim të situatës, e jo të shohin se si mund bllokohet. Në kuadër të kësaj, pra letra e Presidentes, përgjigjja e saj, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese e vitit 2014, rregullorja e punës së kuvendit, pra në 61 paragrafi 4, që parasheh që në seanca plenare mund të ketë edhe votim të fshehtë, ne kemi propozuar sot si rrugdalje këtë format të votimit në mënyrë që të mundsohet ecja tutje dhe konstituimi i kuvendit, por e pat që ishin PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe që bllokuan. Pra, ata ende pa e dëgjuar, sepse dëgjova këtu që parafolësit thanë se u kundërshtua dhe një herë Albulin Haxhiu. Ende pa e dëgjuar kandidatin vendosën pra që të dalin kundër. Unë besoj që zotëri Glauko Njufca do ta propozonte përsëri Albulin Haxhiun, por parimisht opozita janë kundër ende pa u propozu kandidati. Pra këtu shihet që kemi të bëjmë me blokadë të procesit e jo domosdo me emra të përvetshëm siç ata po pretendojnë. Pra, kemi provu gjithçka që është e mundur. Kemi ftuar edhe sot në takim. Kryeministri Kurti ka ftuar 2 kryetarët e partive tjera opozitare, pra që janë më të mëdha me radhë, sipas ulseve në kuvend, për konsultime, ashtu siç është kërkuar nga gjithë, sepse duhet gjejmë një rrugë përpara, dhe keni pa që LDK s'ka ardhur fare në takim, bile mezi s'kan pritur që të përgjigjen kundër, pra shihet qartë që s'ka vullnet që të zgjidhet bllokada, pra që të zhbllokohet procesi, ndërkaq PDK kanë ardhur në takim, por e kanë përsëritur argumentin që pozita e nënkryetarit u takon atyre me kushtetutë, u garanton kushtetuta dhe s'kan çfarë të diskutojnë. Pra këto janë fjalë dhe ky është argumenti që edhe ne po e përdorim. E njëjta qëndron për kryetarin. Pra, kryetari, pozita e kryetarit i takon fituesit të zgjedhjeve për ta propozuar dhe nuk do duhet të ishte pjesë e diskutimit. E njëjta gjë vlen edhe për nënkryetaret. Është po i njëjti nen i kushtetutës, është neni 67 që flet për kryetaret dhe nënkryetaret. Pra në të njëjtin nen funksioni është i njëjtë. Pra në funksion janë të njëjtë, nuk ka fare dallim pozita e kryetarit me nënkryetaret sa i përket funksionit dhe përfaqësimit politik. Dallimi i vetëm në kushtetutë është hierarkia. Pozita e kryetarit është më lart, nënkryetaret janë në rast se mungon kryetari. Tani më marrim edhe pyetje. Bazuar në çfarë? Sepse ne kemi pa që në çdo votim hapur kanë votuar kundër. Çfarë kemi të bëjmë, vetëm nëse mund të përgjigjem. Çfarë kemi të bëjmë? Sa pyetje? Pa hyrje. Po. Tash me që ju e propozut një votim të fshehtë që të bëhet brenda seancës konstituive, në mënyrë që me ju jap zgjidhje këtij problemi, a i bie kjo që ju si lëvizjeve vendose keni pas ndonjë dakordim me ndonjë deputet tjetër të partive në opozitë? Keni garanci prej dikujt, po. Cilët nuk ka dashur që të votojnë publikisht, as mos vjet vota atyre. Tentativa jonë,
Pra propozimet tona janë gjithnjë në shërbim të respektimit të kushtetutës, që të konstituohet kuvendi. Kjo kërkohet nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 që deputetët duhet të bëjnë çmos, pra të gjithë kanë përgjegjësinë që të votojnë për, kundër ose abstenim, qoftë në formë të hapur apo të fshehtë, por kryesia e kuvendit duhet të zgjidhet, kryetari dhe nënkryetari duhet të zgjidhen. Po ashtu edhe në përputhje me përgjigjen e vetë presidentes, pra, këshillën e saj që deputetët duhet të mblidhen dhe të dakordohen si të zhbllokohet procesi, e jo të shohin forma se si të bllokohet. Pra përgjigja jonë, propozimi jonë është në kuadër të kësaj kornize, të zhbllokohet procesi, gjejmë mënyra si të lëvizin përpara. Sa i përket asaj se pse ata e kundërshtuan votimin, besoj flet më tepër për ata dhe mosbesimin e tyre ndaj deputetëve të vet, po përgjigjen pra. Domethënë, kjo flet më tepër për mosbesimin e vet partive ndaj deputetëve të vet dhe kontrollin që ata duan ta ushtrojnë mbi votat e tyre. Ne në vazhdimsi kemi dëgjuar se si pra folësit, përfaqësuesit e partive opozitare, vazhdimsi kemi dëgjuar se si ata pretendojnë që vota e deputetit është e lirë dhe nuk duhet të detyrohet. Po do dalë edhe aty, do të përgjigjem gjitha. Pra, vota e deputetit nuk duhet të detyrohet. Pra, vota e deputetit duhet të jetë e lirë. Votimi i fshehtë është një formë e votës së lirë ku s'ka detyrim të votës. Por partitë opozitare, me kundërshtimin që po ja bëjnë këtij procesi, kjo tregon që nuk kanë besim në deputetët e vet dhe ata po dëshirojnë t'i kontrollojnë, pra të ushtrojnë presion mbi deputetët e vet për të votuar në mënyrë të caktuar. Sa i përket deputetëve individual, ne nuk kemi marrëveshje. Por ne kemi dëgjuar deputet individual që kanë dhënë intervista tek ju, tek mediat. Pra prononcime publike që kanë shpreh vullnet që do të ishin të gatshëm të hapin rrugë, mirë po është shëndrimi subjektiv. Besoj ju takon, jeni ju gazetar, ju takon që se nuk dua ti potencoj dhe ti theksoj me emra të përvetshëm. Por megjithatë, ekziston mundësia për të hapur rrugë përpara. Ne kemi ftu partitë në konsultime, njëra ka refuzuar që të vijë, tjetra që ka ardhur thotë, neve na takon me kushtetutë, pse me diskutu pozitën e nënkryetarit, pra edhe neve na takon pozita e kryetarit, pse me diskutu me parti tjera, por esenca është që kushtetuta e kërkon që kryesia e kuvendit, pra të konstituimi i kuvendit të bëhet me 3 partitë më të mëdha. Këta janë nënkryetarët që vinë prej 3 partive më të mëdha, dhe siç e dini 2 nënkryetarë tjerë janë pra nga partitë e komuniteteve jushumitës. Pra kushtetuta e përcakton që duhet të ketë një diskutim dhe të akordim mes këtyre 3 partive më të mëdha për konstituim të kuvendit. Procesi votimit të qeverisë, pastaj është një proces i veçantë tjetër, ku aty pastaj ka koalicion qeverisës. Por sa i përket konstituimit të kuvendit, nuk ka tabore pozit-opozit, ka tabore 3 partitë më të mëdha janë përgjegjëse për themelimin e kuvendit. Këtë rast kemi refuzim. Patëm edhe opsionin që ofruam. Sot, po ashtu e refuzuan, pra duhet të theksohet edhe një herë, të gjithë qytetarët duhet ta dinë. PDK, LDK, AK dhe lista serbe sot refuzuan që të hapin rrugë përpara dhe të zhbllokohet procesi. Vota është e fshehtë dhe aty nuk dihet kush voton për, kush kundër dhe kush abstenon. Pra as ne nuk mund ta dimë dhe as partitë tjera, pra të deputetët të cilët ju takojnë atyre partive nuk mund ta dinë. Pra kjo është e mira e kësaj pune. Që me qenë se ka anonimitet në votimin e fshehtë, vota është e lirë. Pra ku ka votë më të lirë, sesa në një proces të votimit të fshehtë, ku secili deputet është i lirë ta shprehë mendimin e vet. Pra, sepse ne kemi pse se kemi bën nga fillimi, kjo ka qenë sepse ne kemi shpresuar që do të ketë mirë kuptim dhe do të ketë racionalitet në veprimet e opozitës. Por po shohim që deri më tani, pra këto sjellje, këto veprime nuk janë racionale. Domethënë të kundërshtosh çdo gjë. Nuk është racionale. Nuk ka ndryshuar, nuk ka ndryshuar asgjë, është vetëm si them tentativa jon për të gjetur rrugë përpara për zhblloku procesit. Pra po e shohim që një grup
Pra një subjekt politik në vazhdimsi po provon zhbllokimin e procesit, ndërka që shohim grupe tjera që në vazhdimsi me çfarë do propozimi tentojnë ta bllokojnë. Unë besoj që Glau Konjufca është tashmë etabluar si propozues stabil edhe nuk e ndryshon propozimin. Kemi pas ndryshim edhe të votave kundër, si që dini. Pra ka pas prej 46 apo 47 vota, ka rane 41. Pastaj u kthy në 44. Pra ka ndryshime të votave. Megjithatë, pra duhet të pajtohemi, besoj këtu s'ka dilema, që votimi i fshehtë në mënyrë anonime është vota më e lirë e mundshme, pa asnjë interferencë dhe pa asnjë presion ndaj deputetit individual. Ndërka që në formën e hapur, patjetër që partitë opozitare kanë presion mbi deputetët e tyre, gjë që është kundër kushtetuese. Kundër kushtetuese është edhe mos pjesëmarrja në votim, sepse gjykata kushtetuese në gjykimin e vet ka thënë që gjithë deputetët duhet të deklarohen me vot për, kundër ose abstenim, pra pa më rastin që deputetët e PDK, LDK, AK dhe lista serbe nuk janë të interesuar të zhbllokojnë procesin. Unë nuk mund të flas në lidhje me diskutimet apo komentet që janë bërë, sa i përket kandidatës tonë për kryetare, pra zonjës Haxhiu, besoj që komentet në përgjithësi që kanë qenë, nuk kanë qenë për cilësinë e punës së saj, por kanë qenë kryesisht është përçarse, zhurmshme, edhe epitete tjera shumë të rënda që nuk do doja ti përsërisja. Pra problemi që ndron që kur një burr ka këtu veçori, zakonisht prezantohet si i guximshëm, nuk lëshope, i qëndrueshëm, ndërka që kur e bën një grua, paraqitet si problematike dhe si arsye për të mos ta votuar. Kjo ka qenë arsyeja pra pse është paraqit si e tillë dhe është ankesa si e tillë. Pra, Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në këtë zgjedhje dhe ne e kemi propozuar si kandidate sepse konsiderojmë që përfaqëson më së miri vlerat e lëvizjes vetëvendosje, grupit parlamentar tonë. Pra, kjo na takon, kjo e drejtë me kushtetutë, ngjashëm siç partitë opozitare, pra dy të tjerat në radhë, dyta dhe e treta që po thonë që kushtetuta u garanton pozitat e nënkryetarëve dhe s'kan për çfarë të diskutojnë. Qysh kemi me arrit që shkaki me bo në kalu raporte për me shkutu të proces pozitiv, se o që ka mëshme, është të ndohë, pa më shumë se dole se kur zansën e koshë. Pikërisht, pajtohen. Problemin që kemi është që deputetët, ngjashëm sikur në fillim të seancës, kur ishte për votim raporti për verifikim të mandateve, që fillimisht votuan kundër, pastaj refuzonin të merrnin pjesë, duhet të ndryshojnë qëndrim, pra të gjithë dhe bëhen pjesë e konstituimit të kuvendit, sepse ky është obligim kushtetues. Nuk i takon obligimi vetëm partisë fituese që ta konstituojë kuvendin, sepse për ndryshe po të ishte vetëm obligimi partisë fituese, edhe 5 nënkryetarët do t'i takonin partisë fituese. Por kushtetuta e ka rregulluar, ka thonë që partisë fituese i takon kryetari dhe një nënkryetar, ndërka nënkryetarët tjerë u takojnë partive tjera. Pra këtë e thot kushtetuta dhe në këtë formë është detyrimi gjithë deputetëve të marrin pjesë në votim dhe të sigurohemi se kemi konstituim të kuvendit. Jo, këto e bazojmë vetëm në atë që veprimet e opozitës. Pra fakti që ata vendosin të mos marrin pjesë në proces të tillë, pra e tregon që kanë mos besim ndaj vetë deputetëve të tyre. Po të ishte se cila votë e lirë, dhe po të ishte ky votim, reflektimi votës e lirë të gjithë deputetëve, unë besoj se do të kishte kurfar problemi nga partitë opozitare, pra që të shkojnë në një proces edhe me votë të fshehur,
me qëllimin për zhblloku procesin dhe për ta konstituar përfundimisht kuvendin. Ata kundërshtuan për shkak që kanë ligjore, mënyrë ndrimi I metodës së votimit në mes të seancave konstituive. Kjo është arsyeimi I tyre përpos të tjera, përpos opozitës është arsyeimi ose interpretimi që vjen prej njohësve të kushtetutës që përbën shkelje ligjore kushtetuese nëse ndrohet mënyra e votimit. Edhe një pyetje tjetër, cila është ideja e partisë në takem, kur ju nuk ndryshoni qëndrim, sepse ju jeni të parët, domosdoshmërisht ju ka thënë, keni 28 deputet, jeni të parët që keni dalë nga zgjedhjet, ju ka thënë që ju me dhënë alternativa, jo me shkruaj kushtetutën për me kalu te procesi I votimit edhe I konstituimit të kuvendit të Kosovës. Pikërisht edhe po e bëjmë. Ne po japim alternativa në vazhdimsi, ftesa për partitë politike, për të dakordu për emrat e kryesisë, jo nuk është. Përkundrazi, është shkelje kushtetutës, se jam I interesuar për debatu, mund të bëjmë debat. Shkelje, po besoj mas pari nuk asnjëri prej neve këtu ka autoritetin, nuk I ka autoritetin që të konstatoj shkelje kushtetuese. E para, unë e citoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ku thot që të gjithë deputetët duhet të votojnë. Unë e citoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, paragrafi 124, ju lutem merrni shikojeni, po aktgjykimi vitit 2014, paragrafi 124, thot deputetët duhet të zgjedhin kryesinë e kuvendit me vot për, kundër ose abstenim. Gjithë duhet votojnë. Procesi votimit, aktgjykimi thot, duhet jetë ose mund të jetë I hapur, I fshehur apo në çfarëdo forme tjetër që mund të dakordohet. Pra kjo është ka thënë gjykata kushtetuese. Çfarë mund të thonë tjerë persona, ajo nuk mund të jetë mendim I tyre, por nuk është konstatim kushtetues. Kjo që po e them unë, po e citoj gjykatën kushtetuese, ju lutem shikojeni paragrafin 124 të aktgjykimit të vitit 2014 për procesin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Ideja e thirrjes së takimeve është për të dakorduar atë që kam thënë edhe më herët, pra për të dakorduar për të gjithë emrat e kryesisë së kuvendit. Sepse nëse ne po insistojmë, apo nëse po insistohet që ne të ndryshojmë emrat e kandidatëve tonë, apo emrin këtë rast të kandidatës për kryetare të kuvendit, bazuar në kërkesat e disa partive tjera, e njëjta do të vlej pra edhe për pozitat e nënkryetarëve të tyre. Sepse as ata nuk I kanë shumicën në kuvend. Ate bile kanë shumë më pak vota, I dyti dhe I treti bashk, pra kanë më pak vota se ne. I dyti dhe I treti bashk kanë më pak vota se ne, dhe është e pritshme që s'mund t'i zgjedhin nënkryetarët pa votën tonë. Yes. Prandaj, çka ne kemi insistu, edhe çka ne kemi provu, kemi tentu të bëjmë me këtë thirrje, është që të ketë një dakordim politik për gjithë emrat, pra të mos I kontestohet askuj e drejta kushtetuese. E drejta kushtetuese në këtë rast është të propozohet kryetari dhe një nënkryetar nga fituesi, 2 nënkryetar tjerë nga partia e dytë dhe e tretë përkatësisht, dhe 2 nënkryetar tjerë nga partitë komunitetet jo shumicë. Në këtë aspekt, sepse ky është vendimi yni, pra këtë vendim kemi marrë ne si propozim, ky vendim na takon neve me kushtetut dhe nuk I takon as partisë dytë, as tretë, as katërtës e madje as juve. Gjashëm edhe ne mund të kërkojmë pastaj që deputet caktuar të tyre të mos bëhen nënkryetare. Edhe të bllokohet procesi. Jo, prandaj ne po dëshirojmë ta përdorim parimin e njëjtë. Opozita po kërkon parime të ndryshme, standarde të dyfishta. Opozita po thot, për kandidatin e juaj ne përzihemi, për kandidatët tonë mos u përzihemi. Ne po thonë, hajde s'po përzihemi asnjëri tjetrit. Po dakordohemi për emrat dhe dalin në votim. Pra, secili çush e parashek kushtetuta, del kryetari votohet, dalin pastaj nënkryetarët, votohen edhe ata, edhe zgjidhet problemi. Opozita nuk po thotë se e kërkon votën e vetëvendosjes për nënkryetarët. Nuk ka thënë asnjëherë s'po. Pse po kërcënoni apo po kushtzoni në anën tjetër? Ne nuk po kushtzojmë, përkundrazi. Ne nuk po kërcënojmë, as nuk po kushtzojmë, përkundrazi. Ne jemi të interesuar të mos shkojmë në atë skenar. Ne po themi që me vepru që shpo kërko opozita, blokohemi pafundësisht. Ne po themi nëse veprohet që shpo kërkojmë ne, sot do ta kishim kuvendin e konstituar. Me 15 prill do ta kishim kuvendin e konstituar. Me pas vepru që shpo thojmë ne. Por me ndëgju opozitën, po e shohim që tash është data 1 maj,
përshkoj gjysmë muaji pa kuvend të konstituar. Edhe e pam se cilat janë pra parti bllokuese, po e ritheksoj edhe një herë për fund, PDK, LDK, AK dhe lista serbe sot vazhduan bllokimin e kuvendit dhe u pa më qartë se kurrëherë. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë ju. Ju faleminderit edhe një herë për durimin edhe interesimin e vazhdueshëm për të përcjellë seancën konstituive të Kuvendit të Republikës. Nga krejt ajo çfarë e deklaroi zotri Murati para nesh, ne në emër edhe të dy partive së bashku me lëvizjen vendosje që jemi në listën fituese, duam të deklarojmë që në përmbyllje të gjithë kësaj sage, për herën e nëntë që u mblodhem sot, e kuptuam, në fakt janë të qarta dy argumente shumë të forta. E para është që partit e opozites në asnjë formë ose mënyrë nuk po kërkojnë zgjidhje, po duan të mbajnë këtë blokad, dhe e dyta që koalicioni i tyre apo marrëveshja dhe dakordimi i PDK-s, LDK-s, AK-s dhe listës sërbe është ende funksional. Në formën e prezantimit të argumenteve se kinse nuk ka të drejtë kryesuesi i seancës të ndrojë formën e votimit me deklarime se është antikushtetuese, në asnjë argumentim nuk u përmend ndonjë kushtetues apo i rregullores së punës të kuvendit që e parandalon votimin e fshehtë. Në të kundërtën, votimi i fshehtë parashihet e sidomos bazuar edhe në udhëzimin e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në letrën e presidentes drejtuar partive politike dhe Kuvendit të Republikës për të zhbllokuar këtë situatë dhe për të gjetur mënyra për dalë nga